E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala, të gjitha qofshin për zotriun ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. O ju vllazën, kur thuhet emrat e Allahu xhallahu ala, cilësitë e Allahu subhanahu wa taala, çka do të thotë kjo atribut? Dituria është cilësia Allahu xhallahu ala. Mëshira është cilësia Allahu xhallahu ala. Ky lloj atributi do thotë idafe haqiqiyya, atribut real. Vërtet dija është cilësia Allahu xhallahu ala. Vërtet mëshira është cilësia e Zotit xhallahu ala. Rahmanun Rahim është emra për emrave të Allahu xhallahu ala. Por çka do thotë ju vëllezërit e mi naqatullah, devja e Allahut? Çka do thotë që Isa alayhi salam është ruhullah, shpirti i Allahut? Çka do thotë kjo? Ky lloj atributi si kuptohet? Do të thonë el-ilmu, dija është e Allahut, do të thonë dija është cilësia e Allahut. Ruhullah, shpirti i Allahut. Isa alayhi salam është ruhullah, është shpirti i Allahut. Si kuptohet kjo? Në Islam ju vëllezër e mi ka dy lloj atribute. Atribut real, pra që i kthehet qenjes së tij bujare subhanahu wa taala, që është dija, mëshira të ngjashme si ajo, dhe atribut që i atribohet atij për ta nderuar palën tjetër. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala për devën e Salihut alayhis salam tha naqatullah, devja e Allahut, të gjitha janë të Allahut, por Allahu e atriboi atë deve tek vetja e tij për ta nderuar atë. Andaj kësaj shtëpie i tha Beitullah, shtëpia e Allahut, subhana, e gjithë qielli dhe toka është e Allahut, por kjo shtëpi i atribohet Allahut për ta nderuar këtë vend. Atëherë dhe shpirtin i Isës, Isait alayhi salatu wasalam, ju atribu Allah për të nderuar shpirtin e Isait alayhi salatu wasalam. Jo se shpirti i Isait është për qenjes të Allahut, hasha, asnjë nuk është e tillë. E kuptot vllazën? Pra kjo lloj idafe, kjo lloj atributi është për shkak për të nderuar Allahu xhallahu ala palën tjetër. Atëherë në namaz ju vllazë dhe mi, në rekatin e parë hoxha i lexoi disa ajete ku tha wa ibadur rahman, dhe robërit e Rahmanit subhanahu wa taala, dhe adhuruesit e denjët të Rahmanit xhelle xhelalu. Edhe në këtë rast ju vëllezërit e mi, robërt e Allahut dhe të Rahmanit subhanahu wa taala janë gjithë qiejt edhe toka, njerëzit edhe xhinët, kafshët edhe shtazët. Po pse Allahu te bareke ve taala në këtë rast wa ibadur rahman, robërit e Rahmanit xhelle wala, po tjerët edhe ato robër të Rahman, mirë po Allahu te bareke ve taala këtë lloj atributi këtij grupi njerëzish ja bën atribut nderi dhe respekti. Pasi kur Allahu xhallahu ala thotë robërit e mi të denj, janë ato që do t'i përmend tash në cilësitë që vijnë. Dhe kjo ju vëllezërit e mi përshkon edhe me gjuhën shqipe, përshkon edhe me gjuhën arabe. Pra arabët e kanë pasi zakon që kur kanë dash dikën t'ja atribojnë, ta nderojnë, ja kanë atribu vetes së vet. Mbretërit e mëhershëm kur kanë dash dikën ta atribojnë, ka thënë ky është imi. Jo se është pjesë e atij, por për ta nderuar dhe për ta respektuar. Atëherë Allahu xhallahu ala në këto ajete thot wa ibadur rahman, dhe robërit e Rahmanit. Pra Allahu xhallahu ala i ka një grup robërish që i don shumë, i trajton pak më ndryshe, por patjetër që për të qenë për këtyre njerëzve ju vëllezërit që i ka nderuar Allahu dhe i ka vendosur në një pozitë të lartë, do t'i plotësojmë disa kushte dhe cilësi. E para e tyre dhe shumë e çuditshme, thonte hoxha Jon Sheikh Yahya, që Allahu xhallahu ala prej cilësive të robërve të sinqertë Allahu nuk e përmendi namazin e natës fillimisht, as nuk i përmendi agjërimin e të hanave dhe të enteve, e as nuk e përmendi zeqatin dhe haxhin, por tha wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, robërit e Rahmanit janë ata që kur ecin në tokë ecin me modesti. La ilaha illallah. Ja Rabbi, pse nuk tha o Zot i lavdishëm se ibadur Rahmani ata që qohen natë dhe qajnë për frikës së Allahut, ata të cilët agjërojnë një ditë po, një ditë jo, të ngjashme si ajo. Tha ato që ecin në tokë me modesti.
Që do thotë ju vëllezërit e mi se prej cilësive më madhore të pejgamberit Allahu që e kanë cilësuar sahabët radhiyallahu ta'ala anhu është modestia. Wallahi modestia është ibadet i madh ju vëllezër. Mos mendoni një njeri i cili ndoshta rreshtohet i pari në sap me pokorecën në tokë ecën me mendje madhsi. Allahu xhalla wala thot: "Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula." Ti nuk mund ta çash tokën e nuk mund të arrish lartësinë e maleve. Ku je të shko? Ulu. Es thjesht. Imagjinoni vëllazën, thot Khalid ibn Walidi, edhe ditën e çlirimit të Mekës, kur hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, dakhala Mekkë mutati ar-ras, hini në Mekë duke pas kokën e ulur sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ishte momente ju vëllezërit e mi që koka në këtë rast do të mbahet lart, se hyn në shtëpinë e Allahu xhallahu ala, çlirimtar mbas shumë viteve, ai në Mekë duke pas kokën e ulur salavatu rabbi selam alejh. Për këtë arsye ju vëllezërit e mi, pra këto janë disa veprimtari të cilat ne ndoshta nuk i konsiderojmë si pjesë të jetës fetare. Ndoshta ne mendojmë se devotshmëria e vetme është vetëm në disa çështje të caktuara. Jo, Rabbul Alamin thon ndalu, ka qasje tjera, ka këndvështrime tjera. Yamshuna 'ala al-ardi hauna, eci në tokë me përulje, me modesti, la ilaha illallah. E kam treguar ju vëllezërit e mi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u ngjit në Isra dhe në Miraj dhe shkoi atje në Beit el-Ma'mur, shkoi në një pozitë ku nuk kishte hip as Xhibrili as Mikaili, kur shkonte në ato vende kokën vazhdimisht e mbante të ulur. Edhe shikimin e mbante të ulur dhe nuk e lëvizte sallallahu alaihi wasallam për modestisë. Allahu xhallahu ala thot: "Ma zagha al-basar wa ma tagha", shikimi atij as që lëvizi, as që te kaloi situatën, nuk lëvizte shikimi atij më shumë se sa e urdhëronte Allahu te bareke ve teala. Wa ibadur rahman, pra praktikisht, shifni vëllazë, ju e dini që edhe një sahabi një ditë tek nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha dhe I tha: "O nëna e besimtarëve, si ishte namazi natës I Resulullah sallallahu alaihi wasallam, si faleste natën?" Tha: "O birim, pa nuk e ke lexuar ajetin e Allahut kur thot: Ya ayyuhal muzammil qum al-layla ila qalila nisfahu wa inqus minhu qalila." O ti mbuluar, çohu falë në një pjesë të natës, gjysmën apo ditë të tretat e saj. Tha: "Po." Tha: "Kështu ishte namazi natës e Resulullah sallallahu alaihi wasallam." Tha: "O nëna e besimtarëve, po si ishte morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Tha: "O bira, nuk e ke lexuar Kur'anin?" Thash: "Po morali aty ishte Kurani." Më këto ajete që ne I lexojmë me vëllazë praktikisht I shohin ke ai burri mirë, ke zotriu ynë, ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elusallahu xhallahu ala që të shton dinë dhe imanin në kuptimin e Islamit.